Asnjë flamur partijak, vetëm ato kuqezi kombëtar dhe të Bashkimit Evropian u valvitën në sheshin Skënderbej në nisje të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Shqipëria antare me të drejtat e plota në vitin 2030 në Bashkimin Evropian është dhe mbetet kryefjale e fushatës zgjedhore të socialistëve deri më 11 maj. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin Evropian të Shqipërisë dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian. Edi Rama theksoi rëndësinë e reformës në drejtësi, e cila sipas tij po jep frytet e barazisë para ligjit për të gjithë. Edhe qysh nga viti 1912 dhe deri pak vite më parë, s'ka pasur kur, asnjëherë, në asnjë rast, një individ të veshur me pushtet politik që t'jetë hetuar, gjykuar apo dënuar nga prokuror e nga gjykatës të pavarur prej qeverisë. Për kryesocialistin Edi Rama, kundërshtarët politik nuk kanë asnjë prioritet tjetër, veç se kthimin për herë të tretë në pushtet të Sali Berishës, që prej kohësh e etiketon si bufi i Kënetës. Këneta thotë se antarësimi ynë në BE nuk është prioritet dhe sa ai do ndodhë, po prioritet sipas Kënetës është kthimi i bufit për të tretën herë në krye të vendit, pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Kreu i Partisë Socialiste nuk la pa thumbuar edhe strategun e fushatës elektorale të Partisë Demokratike, Krisla Sivita, edhe për të Rama e kishte gjetur një pseudonim. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen: kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallë që të paguajnë gjithë ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet kesh lindur me këmish. Partia Socialiste e cili fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, me këngë e valle tradicionale në sheshin Skënderbej, në skenografin me 12 yje të Bashkimit Evropian, që përfaqësuan edhe 12 qarqet e vendit, Partia Socialiste prezantoi ekipet e saj të kandidatëve për deputet. Çdo qarku prezantua me një element nga identiteti i tij kulturor.